Viti 2026 duket se do të jetë plot emocione, surprize dhe dashuri për disa shenja të horoskopit. Nëse ndini si diçka e bukur po afron, ndoshta yjet janë vërtet në anën tuaj. Sipas astrologëve, disa shenja do të përjetojnë një transformim të vërtet në jetën e tyre sentimentale dhe mund të jenë shumë pranë gjetjes së shpirtit binjak. Pra, për peshqit dhe dashët, viti i ri do të jetë periudha e artë e dashurisë. Jupiteri, planeti i fatit dhe gëzimit, do të ndriçojë shtëpinë tuaj të pestë, që lidhet me romancën, pasionin dhe ndjenjat. Do të ndjeni më të hapur, më shoqërues dhe plot optimizëm, duke tërhequr vëmendjen e personit të duhur. Për peshqit, periudha më me fat është deri më 30 qershor, ndërsa për dashit fillon pas kësaj date deri në fund të vitit. Edhe për Bricjapin dhe Ujorin, viti 2026 premton shumë. Jupiteri kalon në shtëpinë e 7 të horoskopit tuaj, që përfaqëson dashurinë, marrëdhënien dhe martesën. Për shumë prej jush, kjo do të jetë periudha kur ndjenjat konkretizohen, disa madje mund të dëgjojnë dhe kumbimin e këmbanave të martesës. Pra, nëse jeni të beqar, është koha për të hapur zemrën dhe për t'i dhënë një shans romancës. Mos harroni, Jupiteri nuk e sjell dhuratat vet. Ju duhet i pranoni me zemër të hapur. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi Shqiptar.